Me që kjo është videoja e dytë dhe e fundit në lidhje me ilahit. Në të parën, ju të regova aty ka fundis se në videon e radhës do të shpjegoj llojet e ndryshme të këngëve apo poezive, apo quani edhe ilahi, i njëjti brum është, e njëjta mallzeme është, qysh dush quane, si ka ardhur deri tek degazimi i këtyre poezive apo këngëve përgjatë zhvillimit historik të artit dhe kulturës islame. Natyrisht, njëjtë sikur edhe me shkencat tjera. Tazëm, mjekësia në kohët më të hershme, një mjek ka qenë edhe mjek i praksës përgjithshme, ka qenë edhe specialist internist, ka qenë edhe kardiolog, ka qenë edhe ortoped, edhe neurolog, edhe psikiatër, bile. Mjeku i njohur Tazëm ibn Sina ka qenë edhe filozof. Me kalimin e kohës, duke u përparuar shkenca e mjekësisë, fillon degëzimi i saj. Lindin degë të ndryshme të mjekësisë, pastaj specializimet, pastaj shkon duke u thelluar edhe më shumë, lindin sap specializimet, pastaj sap specializimet, derisa sot për shembull ke një mjek doktor shkence në një segment shumë të imët dhe shumë delikat të një sap specializime, njëjtë kështu edhe arti dhe kultura islame dhe jo vetëm. Nëse në fillim ilahi janë quajtur të gjitha poezit të cilat janë shkruar para ardhjes së islamit në tokat e Anadolit, sepse ne në videon e parë treguam se tek arabët këto shkaquhen tek ne dhe në Turqi që quhen ilahi, tek arabët quhen neshidatul dinije, ose eghani dinije, ose mewalid, ose daurije, pra kanë emërtime të tjera. Ne po flasëm për këtë emërtimin të cilën jemi duke e trajtuar këto si temë. Pas ardhjes së islamit, për do kohë, pas do kohe, fillojnë ilahi të quhen vetëm këngët me konotacione dhe përmbajtje fetare, në rastin konkret islame, ndërsa poezit e tjera dhe këngët e tjera kanë marrë emërtimet varësisht prej strukturës poetike, varësisht prej përmbajtjes, varësisht prej ambientit, për shkak të ceremonisë dhe të ngjashme. Këto ilahi pastaj, deri ka shekulli i 16, ai i cili ka shkruar ilahi është quajtur shair ose poet. Në fillim të shekullit 17 e këndej, autori që ka shkru këto poezi dhe këto këngë me përmbajtje fetare, fillon të quhet ashik dhe ka të bëj kryesisht me tesavufin, me misticizmin, me asketizmin. Ashik në tesavuf i thuhet njeriut i cili merret me poezin, me frym sufiste, me frym fetare, këto shka e dëgjojmë ne gjithandej na për deka, na për darsma, na për synetia, na për iftare, para taravive, mas taravive, por me një dallim shumë të madh në mes neve këto dhe këtij zhvillimi historik të cilin po e flas. Përderisa poezia pra, kënga pra, kjo ilahia zhvillohet përgjatë historisë deri në ato përmasa sa, më pastaj edhe lindin poezi të cilat kanë të bëjnë për një muaj të caktuar, kanë të bëjnë për një ngjarje të caktuar, pastaj ilahi të cilat kanë përmbajtje për një person të caktuar, kasidet që kryesisht këndohen për glorifikimin, lartësimin, falënderimin e ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të ngjashme. Pas shekullit 17 e këndej, fillon pastaj të bëhen degazimet e ndryshme, siç e shpjegova në videon e kaluar se ilahit si ilahi, si këngë fetare, si poezi me përmbajtje fetare, ndahen në dy kategori kryesore. Ilahit të cilat kanë të bëjnë me teqet dhe ilahit të cilat përmenden ose këndohen ose recitohen në për xhamia dhe njerëz të cilët i frekuentojnë xhamit.
Këto të xhamijave, degëzimet e tyre shkojnë 5-16, e 17, bile ka shumë ma shumë se ka që do t'i përmendi këto krejt shkurtimisht, ndërsa këto të teqeve janë ndahen në 3 kategori kryesore. Ilahit, poezit, këngët e teqeve janë ose qiyamie, ilahia qiyamie, që këndohen në kam, e shpjegova në videon e kaluar, ose janë qoodije, ato të cilat këndohen kam kryq ose ngoj kur të ulemi, ose janë dawar, dawrije, ato të cilat këndohen përgjatë rrotullimeve. Pra, ky zhvillim i historik, i artit islam, i kulturës islame, arrin deri atje sa bëhen degëzime dhe nëndegëzime. Pse tek ne nuk është kështu, tregojnë 2 arsye. Janë 2 arsye. Një është varfëria e jonë si popull, po flas për këtë proviniencën islamike, që të marrim pjesë ose që të jemi një hap me kombe tjera përgjatë zhvillimit historik të artit. Arti islam tek ne është luks i parritur s'paku deri më tani. Arti islam nuk shpjegohet as në medrese, as në FSI tek ne, aq më pak të shpjegohet në për xhamia. Pra është diçka që ne ende nuk e kemi, nuk e dim se shka është, ne ende flasim a me def a pa def, a me muzik a pa muzik, a me za a pa za, a qysh do të me knu me fotografia pa fotografi. Këto ilahit e lema të thellohemi në drejtimet e ndryshme, në finesat e ndryshme të cilat e përbëjnë atë strukturën e tërsishme të artit islam. Arkitektura, skulptura, haram halal, piktura, pastaj ndërtimi, xhamijat, minaret, rrugët, hanet, hamamet, qarshijat e ndryshme, thjesht një segment që është i zhvilluar sidomos tek persianët. Persianët, edhe arabët të ridikon, por persianët e pas tyre vinë turqet, janë kombi të quaj ose pjesa më e zhvilluar në rrafshin artistik nga të gjitha kulturat dhe popujt të cilat e themelojnë atë që quhet kulturë dhe civilizim islam. Para se të hyjë degëzimet, pra, me që jemi të folë për ilahit, dhe është një arsye pse unë e kam hap këtë temën e ilahive, ishte ajo gjendja e ranë që e përjetova në ditën e Bajramit, teksa e falëm Bajramin, ku në vend se në xhami të flitet për entuziazëm, për ambiciozitet, për një fuqi, energji pozitive që ju jepet njerëzve që shkojnë të shtëpia të gëzuar, çka tha hoxha, çka e shpjegoi hoxha, Haxhi tha është një kongres gjithbotnor islam, Arafati është ai mahsheri ku pejgamberi i ka dhënë mesazhet kumbuse me të cilat ka bërë revolucion në shoqërinë islame, se Kurbani pas ka këtë përmbajtje, kështu e këtë domethënie, njerëzit të cilët dalin për atyre ambienteve, atyre xhamijeve, në ditë Bajrami dalin, ata shka e kanë zemrën pak më dopt, me lot në sy të mërzitën prej atij zërit as pak i hishëm bre i atyre ilahive që mundohen me zor me qti me kajt. Kur ditën e Bajramit, kur ndarsëm, po darsma më është gazmend, po e marton djalin, po e marton vllaun, po e marton qikën, po martohesh vet, po gazmend brosh papa, aknohem bre ilahi në ilahi që qtin me kajt në për darsma. A është be normale kjo, po s'paku let bohen do poezi e do këngë, do ilahi quaj si duash, që jam pak ma gazmuar. Dhe arsyeja e dytë, përse ne jemi e kështu, është keqpërdorimi i qëllimshëm i fesë e në emën të fesë për përfitime materiale, së paku materiale dhe për t'i mashtruar njerëzit në emën të fesë, dhe kjo është ajo arsyeja kryesore që mu më shtini për me e bohe këtë temë dhe po e shpjegoj me izën e Zotit. Ngjitas me këtë, dua të them, ata që më njohin përse afër mua si person, sigurisht e kam pa, e din se unë me një kategori të njerëzve kur s'ka mujt mu pajtu,
kur s'kam pas qef me u pajtu, e që besa as nuk e kemi respektu një një tjetrin. Nuk kam dasht me ndje respekt ndaj kësoj kategorie. Cilët janë këta? Janë njerëzit të cilët në emën të fesë mashtrojnë, të cilët e përdorin fejen si vegël, si grep, për të mbërritë të qëllimet personalin në dëm të tjetrit dhe të interesit të përgjithshëm. Njerëz të cilët her i takojmë ne, kur bëm bismillah këtë sinjen e trus, bismillah, tu ulen, si të shone këtë njeri, takona me tëm, vjen tavolina në shpeja, dikona, takona dhe e trus sinjen për me një une e thëmë se kjo ka dishka që po do me mshti mu me një se është të bo bismillah. Më krijohet një farë ndjenje dyshimi të këta. Nuk ka gja më të letë në këtë botë se me mashtru njeri në emën të fesë. Përshka sepse feja ka të bëj dishka me shpirtin. Dhe kur e prek njeri në shpirt, e rëzën. Preken zemër njerin për të mirë. Livretja damarin e zemrës, damarin e shpirtit e mashtron shumë letë. Andaj këta njerëz janë shumë të rrezikshëm. Dhe përderisa ti, vllavi jam, ta ka dhënë Zoti aftësinë edhe e shkruan një farë këngë, një farë je bo kangatar, je bo e poet, edhe po shkruan edhe që si farë poezi, për më knua në për xhamia, në diaspor, këndej, në evidemente, ceremonitë të ndryshme, nejse, ta ka dhënë Zoti që ta thuj Allahut elhamdulillah. Po fiton prej qasaj, po fiton, po mban familje, po bën standard të jetës. Bukur, një met i Zotit është kjo. Mirë po, nëse që ti e përdor që të shkrim për me i mashtru njerëzit, të synimin e kije për me fitu vëllavia, për me marë 5 lek, 5 cent, mi shtin gjep prej shkrimit të një poezie. Edhe nëse, kur po e bën ka njere këtë lugën e plastikës makjatës, ngoj undët aty, e shkrun 3 minuta me telefon ja qënë skrin, edhe dollën 500 euro, dollën 300 euro. Nëse që të fitim tanin ti munosh me mashit muë, si dishka fetare, si dishka po bën rizalillah, fisebilillah në emën të islamit, me një mu islamin, ti ka dale, mu më kim bal, s'pako kështu me këtë video. Andaj, po e shpjegoj këtë fenomen të qoroditun si e kam quajtur, ku ilahit, këta njerës që i shkruajnë këto poezi, dhe të cilët i këndojnë, dhe ata të cilët kanë interesa në gjitas me këto 2 kategori, të na i prezentoj neve në për xhamin në Kosovë, këto e në Macedonien, Shqipnien, diaspor, si dishka islame, me ma pru muën në një vend të farzit, të vajgjibit, të sunnetit, duke mos javë spjeguar gjematit, o gjemat, kjo është pjesë kulturore, kjo është një tradit, kjo është poezi, e me javbo aty në me ishti me kajt, e me i mashtruhe, ti me e bo këto nemën të islamit, ati synimin e kije përfitimin material, e vallahi kur jo. Unë nuk muj me durue që ti me mashtruhe në këtë formë. Spako, heshti dhe të largohem. Por kur e shë se këtë ja bën masës, gjematit, ja bën njerëzve, mijave njerëzve, unë natyrisht se ndjej për obligim moral, njerëzor fillimisht, obligim fetar që të ngriti zanin dhe t'i shpjegoj këtë gjana se, dhe gjën e miq, Kurani ose Islami të them, e ka një burim bazë të veten. Si pas disa djetarve janë 4, është Kurani, është Sunneti, është Ixhmai edhe është Kiasi. Në rregull, ka djetar që thonë se veç një. Sunnetin e shtin mrena Kuranit dhe thonë se Sunneti nuk është burim i Islamit, por është pjesa praktike, fizike e Kuranit në jetën e përditshme. Aq më pak të jetë Ixhmai dhe Kiasi, analogjia dhe konsenzusi. Këto janë 4. Ky është burimi kryesor i Islamit. Megjithatë, këtë tërsinë islame, tërsinë e kulturës islame, të civilizimit islam, e formsojnë edhe urfe, e formsojnë edhe elemente artistike të ndryshme, të popujve të ndryshëm, të cilët inkorporohen në hemisferën islame, në ambrellën islame, dhe e krijojnë atë që quhet civilizim, islam. Pra, kulturat e ndryshme e themelojnë civilizimin islam. Kultura kombëtare është tërësia e elementeve, e tër elementeve
me të cilat ti dallosh nga një kom tjetër, nga një popull tjetër. Ta zami mënyra e ushqyrit, mënyra e përshëndetjes, martesat, pritjet në dasma, pritjet në vdekjet, pamet, ushqimi, muzika, mënyra e pastrimit të shtëpive, mënyra e renditjes, mënyra e ulës në tryezë, mënyra e gatimit, të gjitha këto elemente e përbëjnë atë çka quhet kulturë e një kombi. Me këto dallohet kë nga ky tjetri. E civilizimi shka është qytetnimi, qytetrimi është ambrella e qëtyne, pra është tërësia e qëtyre kulturave të ndryshme në një qëllim të caktuar. Civilizimi islam të themi, civilizimi perëndimor, civilizimi sumer, civilizimi mesopotamian, që njihet se bota i ka pas deri më tani 27 civilizime. Pra, civilizimi është tërësia e kulturave të ndryshme, të kombeve dhe popujve të ndryshme që hynë në një ombrellë të përgjithshme, menaxhohen të gjitha këto kultura nga kultura dominante, më e forta, më e zhvilluara dhe formsohet kjo. Tash, për shka e përmenda këto? Qëto poezi edhe qëto këngë janë pjesë të kulturave të ndryshme, të cilat pasi futën në islam, futën në atë ombrellën e gjanë të islamit, bëhen pjesë përbërëse e asaj që quhet kulturë dhe civilizim islam. Nuk janë me Kur'an, nuk janë me sunnet, as në Kur'an e as në sunnet. E ajo që nuk është në Kur'an dhe që nuk është në sunnet, as të koka islama është, që të përdu me e thonën. Po du edhe me u përgjegje asaj tendencës negative, ignorante, që njerëzit të cilët ka shkojnë kale Allah, kale Rasulullah. Ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi. Valla kjo zbën se ka përmen pejgamberi. O Zotni, o aga hoqë, ka me dhjetëra minja elemente të jetës të cilat nuk i ka përmen pejgamberi, të cilat nuk kanë qenë në kohën e pejgamberit, të cilat nuk përmenden, as më pak nuk përmenden në Kur'an, por të cilat i pranon islami me kusht që të mos bie ndesh me parimin bazë që është Kur'ani, pastaj edhe me sunnetin e kiasin edhe ixhmain. Pra, që kjo poezi që ka lindur përgjatë zhvillimit historik dhe është zhvilluar në forma të ndryshme, në drejtime të ndryshme, në fillim, para futjes së turqve, Anadolit, kombeve të Anadolit në strukturën islame, të gjitha poezit dhe të gjitha këngët të cilat janë shkruar me çfarë do përmbajtje, janë quajtur ilahi. Pasi të futet në islam, pas do kohëve, ilahi fillojnë të quhen vetëm këngët të cilat kanë përmbajtje fetare, islame më saktësisht. Me kalimin e kohës, pastaj aty ka shekulli, ka fillimi i shekullit të 17, përderisa përpara njerëzit të cilët kanë shkruar këtë lloj të poezive dhe këngëve janë quajtur poet, tash në fillim të shekullit 17 e këndej, njerëzit të cilët shkruajnë poezi me përmbajtje fetare fillojnë të quhen ashik. Që sikur ai specializimin mjekësi, sikur specializimin e për shkencat të ndryshme, sab specializimet, ndarjet, degzimet, edhe tek arti islam këto. Dhe ashik pastaj quhet poeti i cili shkruan poezi, këngë, ilahi me përmbajtje fetare për kryesisht mistike. Ashiki e ka një vend të rëndësishëm në botën e tasavufit. Është kategori shumë e vlerësuar. Ashik që rrjedh nga dashuria, ashik i thuhet njeriut i cili nuancën sufiste, spirituale, shpirtnore, të zemrës që quhet dashuri e vën në spikam përgjatë përpilimit të këngëve të cilat e prekin shpirtin. Qëto ilahi të cilat ne i dëgjojmë sot në për xhamia e në për evenemente e ceremonit të tjera janë pra këngë dhe poezi ose të shkruara nga ne sot nga njerëz të cilat imitojnë këta ashika, ose ka ndonjë ashik edhe sot që di me shkrue këto poezi, por që do të dihet të gjitha janë frymë
sufiste, spirituale, mistike dhe tasavvufit. Dhe këndohen në për xhamia, promovohen bile edhe prej hoxhallarëve të cilët kryekpot janë kundër tasavvufit, natyrisht duke mos e ditë ndoshta, apo neglizhuar që të mos e dinë, duke mos e ditë se ilahia si ilahi, kjo poezia spirituale ku përmendet pejgamberi ai janë krejt sufiste, janë të kënduara fillimisht në teqe. Në videon e parë, thamë se kategori, tash po hinë në detajzimin e kësaj, në videon e parë thash se ilahit, këto poezit, këto këngët, ndahen në dy kategori kryesore. Ato që këndohen në teqe dhe ato që këndohen në xhamit dhe tek njerëzit të cilët i frekuentojnë xhamit, xhamatet tona. Këto shka janë të xhamive janë disa lloje, disa degëzime, ndërsa këto në teqe janë tri, janë ilahi qiyamie, që kënohen në kam, ilahi qoudie, që kënohen ul, kam krysh ose në dy goj kur t'ulen para murshidit, para shehit aty, dhe është tradit islam, është tradit osmane bile ta quaj, që njeriu, para një njeriu të vlerësuar, të madh, një shehi, një dietari, nuk do të mi hap kam të aty e më pështete, ja mi aqit kam më për mi kam, e kukin mi a këthy këndej, është turp, si pas traditës islame dhe jo vetëm traditës islame osmane, por është kultur që të ketë një ullje të edukuar pra një njeriu më të mëshuar, më të mbrim në pozit, një dietari, sidomos një dietari sidomos. Jo me i shit men dietarit e mu mënu me i kalzu këshe po di, në vend se të pyetesh dietarin që të mësosh sa ma shumë dhe të shfrytëzosh momentin aq ma shumë, sa ma shumë të shfrytëzosh kohën për derisa je me te. Si do që tjetë, ndërsa kategoria e tretë e këtyre ilahive që këndohen në teqe është ajo që quhet dauria, ajo që sillen përderisa sillen edhe i bojnë ato zikrët e tyre dervishët dhe njerëzit e teqeve. Tash, teknikisht, zhvillimi historik i këtyre ilahive. Thash, atë shumë janë zhvilluar sa janë krijuar poezi e këngë ilahi edhe për muaj të caktuar, për ngjarje të caktuara, për njerëz të caktuar. Kështu, ilahi tazami, të cilat janë kënuar në muajin Muharram, dhe ku përmendet ngjarja tragjike e Kerbelas ku vritet në mënyrë makabër Hazreti Huseini, djali i Hazreti Alis, nipi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ato ilahi quhen ilahi të Muharremit apo Muharremije. Shqo, tash në Muharremije me shkuti me knue atje për Adem Jasharin tazami, apo me knu për lindjen e pejgamberit, tala albedro alejna, ti ti le që të regosh amater, po të regosh i marë, sepse është rasti aty për dhimbje, është rasti i vdekjes në mënyrë tragjike, ma tragjike të mundshme i Huseinit, i Hazreti Huseinit. Pastaj kemi ilahi, poezi të shkruara me rastin e ditëlindjes së pejgamberit, të cilat zakonisht lexohen, recitohen, këndohen për gjatë muajve Rabiul Awwal wa Rabiul Akhir, që janë ilahi me përmbajtje, gëzimi, mallëngjimi, krenarie për lindjen e Muhammed Mustafas, njeriu më të dashur tek Allahu i Madhërisht. Pastaj kemi kategoria e tretë të këtyre grupas së dy të ilahive, është kategoria e tretë që kënohen zakonisht në muajt Xumadal Awwal, Xumadal Akhir, që njihen kryesisht me tone, me intonacione, me përmbajtje të taubes dhe istighfar, sepse këta dy muaj janë dy muajt në të cilat pranohet taube edhe istighfari më shumë dhe quhen ilahijet taubije wal istighfar. Pastaj kemi ilahijet të cilat këndohen në Rajab dhe Shaban, ku janë netët Regaib dhe Mi'raj, lartësimi i këtyre dy netëve në përmes përmbajtjes së poezive, jo në këta dy muaj të kënohet si shkëndohet për Muharram mishtime kajt për vdekjen e Hazreti Huseinit. Pastaj cilat janë këto ilahi? Janë ilahi të cilat këndohen brenda ose pas çdo 4 recate të taravive.
E ka pa kur po shohim ka një herë, deri frikë edhe ne I kemi knuna për xhamia, do far salavate, do far dua. Ato nuk janë pejgamberit, ato nuk I ka thonë pejgamberi. Ato hyjnë në kategorinë e çetyre të cilat do t'i shpjegoj tash këto. Pastaj kemi ilahit të tjera të cilat këndohen në muajt Shawwal, Dhul-Hijja, Dhul-Qa'de, për shejtnin e haxhit, për mallin ndaj vendeve të shenjta, ndaj Arafatit dhe të ngjashme. Pra, secila nga këto ka përmbajtje të veçantë, këndohet për raste të veçanta në kohë dhe muaj të veçantë. Jo sikur të na qervish, një ilahi në tëna ceremonit, dishka e pabesueshme, dishka një amaterizëm I neveritshëm, dishka që të tjerët kur na shohin, kombe tjera muslimane, kur I dëgjojnë që të ilahi, edhe I përkthejnë, edhe e këshyren se ku janë të knu, mu knash të kesh me neve gjahilave. Pastaj kemi edhe ilahi të cilat knohen me rastin e vdekjes së njerëzve, të shehlereve të ndryshëm në përteqe. Pastaj kemi ilahi të cilat janë përpilu këngë në rastin e lindjes së fëmijëve, kur dikush e mëson Kur'anin për menç, në dasma, sidomos ka poezi dhe këngë në traditën dhe kulturën islame, të cilat këndohen për me rastin e natës së kanës. Kana gjegjesi është hala evidente dhe praktike të turqit dhe të kombe atje, kur të martohet vajza që I bëhet kana këto edhe flokët e durët e sene. Pastaj kemi ilahit në të cilat përmenden tekbiret, e tauhidet, e hamdet dhe të ngjashme. Marrë në përgjithësi, siç kam thënë në hyrje të videos së parë, kategoria e parë e ilahive, kur thashtë nuk jam kundër ilahive, jam kundër keqpërdorimit të ilahive, kundër mashtrimit të xhamatit në emën të fesë, atje e ki synimin me fitu vllavjem, ti e ki synimin me fitu e atje me afshitën si takva. Ani kur po thojnë, ky është ilahist, po anë beshako mirë beshqyqër që të koka ilahist, zanin e bukur mirë, po vlla, akademik pekije doktor shkence, pekije hoqe, ka kryen në Medinë, në Azhar, në Sirin, atje, ka kryet 25 vjetë studime, ka bëhe kursin alet librës, ti tash po e krason, ose jo po e krason, po ilahisti, dhe më thënë, aj e kam pru ilahistin në deregje që asë një akademik, asë një doktor shkence, mos me mujtë mu krasu me ta. Vipë ja ka dhënë zoti zanin e mira, unë nuk po flasë për të gjithë ilahistat. Unë e një ilahist në Ferizaj, Ekzon Ibrahimi, ajo është profesor doktor I leximit Kur'anit. Ai fakultet ka mësue në leximin e Kur'anit. Ai është një ndër të njohurit në botë në recitimin e Kur'anit. Imagjinoni edhe çet njeri e kanë detyrue që edhe këtë të futet në zhanrin e ilahive, se qashtu pe lyp mileti, qashtu pe lyp pople. Dhe kjo unë e mendoj se është rezultat për fat keq. Edhe vetë jom hoqë, do ta pranoj, është rezultati neglizhencës tonë, I papunës tonë. Ne në vend që të pregaditimi edhe t'javmushëm synën e veshin e zemrën, besimtarve xhamatit me vaze që me qenë tejet atraktive, ne I lam me njanë dhe më pastaj, kur paraqitet nevoja e xhamatit për me ngu dishka, ty del pastaj ilahisti përpara dhe e mbulon azbrastin të cilën, e cila është krijuar si rezultat I papunësisë tane, e teme si hoxh. Pra edhe ky njeri, unë nuk po I shti krejt ilahistat në atë, po mendoj edhe lexuesin e Kuranit në atë kazanin ku vlojnë ilahista, pseudo-ilahista, pseudo-poete, jo, I dion e ti daloj këto, nejse. Kemi pra ilahi tauhidije, një, që janë poezit në të cilat tregohet ekzistenca e Zotit, uniteti I Zotit, tauhidi I Zotit, emrat, atributet e Zotit dhe të ngjashme. Këndohet kryesisht në për teqe, por edhe në për evenementet të tjera, si me fjalet ja Allah, Allah, ja Allah, hu Allah, illallah, la ilahe illallah, përmendet emri Gjelale apo emri I Allahu të madhreshëm. Kemi pastaj ilahi munagjate, të cilat janë poezit të shkruara për t'ju lutur Allahut, kryesisht janë
me si lutje dhe janë poezi të shkruara kryesisht nga Yunus Emre, njëri prej emrave më gjigant në botën e mistikës dhe në botën e përpilimit të këngëve dhe poezive mistike të quajtura ilahi. Pastaj kemi ilahi të quajtura natë, shkruhen zakonisht për lavdrimin dhe lartësimin e pejgamberit, të cilët i përmenden disa karakteristika të veçanta në lidhje me këtë ndërmjetësimin. A lejohet ndërmjetësimi, a nuk lejohet i pejgamberit, shefaati i pejgamberit, përmendet shefaati aty dhe të ngjashme. Pastaj kemi teushihe, ilahije teushihe, janë ato të cilat përmenden në Mevlud, disa çështje të cilat kanë të bëjnë me Israjen dhe Mirajin, me ato gjanat fantastike të cilat i kanë ndodhur në jetën e pejgamberit, vështirë të akseptohen, nëpërmes teushiheve ato madhërohen, janë format i veçantë i këtyre ilahive. Pastaj kemi mersie apo elegji, ku shprehen virtytet dhe karakteristikat e një personi të madh, një personi që ka lënë përmas histori, kryesisht këndohen për njerëzit e Ehlubejtit dhe të rënjes shahid të Husejnit, Hazreti Husejnit. Pastaj kemi vukufe, janë ilahi kryesisht të kompozuara me terminologji vetëm të dhikrit dhe këndohen sidomos në tokat e Anadolit dhe në vendet me popullsi turke, me përjardhje turke. Janë hak dost, ahu, jahu, dost, Allah, Allahën dostu, dishka të ngjashme kështu. Pastaj kemi sautet, janë ilahi monotone në fakt, në të cilat përmenden 3-4 fjalë dhe ato 3-4 fjalë me melose të ndryshme në mënyrë që të mpihen, në mënyrë që të ndikon në mënyrë të drejt për drejt në trunin e dëgjuesit dhe atyre të cilët këndojnë dhe sillen rreth kësaj. Pastaj kemi ilahi nefese, emri i përgjithshëm i këtyre ilahive është nefese, ku përshkruhen dhe lavdrohen shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të ehli bejtit sidomos, e që këndohen më së shumë të tarikati Bektashi këto nefese. Pastaj kemi shogullet, janë ilahi të kompozuara dhe të shkruara nga autor dhe kompozor të sufizmit në Turqi, kryesisht janë të shkruara nga Yunus Emre dhe përdoren në tarikatin Kadiri, Saadi, Bedevi, Shazeli dhe në disa tarikate të tjera, por jo të Bektashit. Kemi gjithashtu kaside të cilat do t'i shpjegoj pak më vonë në mënyrë të detajuar. Shiqoni tash. Përderisa filloj me fol për salatet e për këto, janë edhe disa lloje të këtyre poezive, këngëve, ilahive që janë shkruar kryesisht me la ilahe illallah, Allah me emrin e Zotit. Quhen tekbire, janë të kompozuara dhe të shkruara nga Buhurizade Mustafa Itri Efendi. Më kryesorja prej këtyre është ajo të cilën e knojmë në për xhamia dhe na kujtojmë se është e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Është Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pra është një ilahi me terme, fjalë kuranore e përpiluar ashtu që të kënaqë veshin dhe zemrën përderisa knohet si tekbire në për xhami, e që në fakt është lloj i poezisë, lloj i këtyre ilahive. Pastaj kemi salate. Salate janë ato të cilat knohen në momente të caktuara gjatë ditës apo gjatë muajve. Kemi salatu kemalie, pastaj salati sabahit, pastaj salati i gjumas, pastaj salati i gjenazës, po kënon salat në përminaret e tona deri vonë janë knue salate për shembull para ezanit të sabahit apo para ezanit të drekës, e sidomos në Ramazan. Të gjitha këto janë këngë, janë poezi, janë ilahi për evenemente të caktuara. Gjithashtu temgjidet, edhe këto janë të njëjtës kategori, janë muzika që janë këndue, këngë t'i quaj, në për xhamia, her kolektivisht e her personalisht, nga muezin, nga imam,
zakonisht duke filluar nga nata e parë e muajit të Rexhep, në 3 muajt e parë deri në fund të Ramazanit. Janë kënuna për minare, janë kënuna për mafile, në për oborë xhamis, në për teqe, në për mafile të ndryshme, e që tek ne temgjitet në Kosovë, nuk e din Shqipëri edhe në Maqedoni, tek ne temgjit i themi asoj ati lajmërimit mbi vdekjen e dikujt që muezini zakonisht e këndon një ajet Kur'anit, një hadith pejgamberit, lloj ka, edhe nga atje këndon se ka vdek filan fisteki, apo ka vdek djali i filanit, apo baba i filanit. Kjo të na nifët si temgjit, dhe edhe kjo është një lloj i këtyre poezive mistike për të cilat jemi të folur edhe dje edhe sot. Gjithashtu janë do këngë tjera që quhen tesbihe, cilat janë këto, ato që i dëgjojmë ne edhe i lexojmë zakonisht në kohën mas farzit, mas sunetit, mas namazeve, të tespet, Allahume salli ala Muhammed e këto gjanat të tjera. Pra, edhe këto, po do që thojnë, jo kjo nuk është me Kur'an e me sunet, jo kjo nuk e ka po pejgamberi, janë pjesë të kulturës islame të cilat janë zhvillu për gjatë zhvillimit historik të islamit, të civilizimit islam, janë bo pjesë integrale një sigur që kjo ilahia jote, të cilën e kënon gjithandej, niftar, si të thirë ezanin në televizion, bojmë iftar, ilahia të qti me kajt, deri në namaz të jacis. Po e njëjtë është, sepse këto janë vargë, që to po mënona mi shpjegune, ilahit me vludet, ajo tjetra janë një struktur, dhe krejt që to janë tasavvuf, krejt janë mistike, vllazni, ta kuptojmë këta njëherë e përgjithmonë. Dhe tash dua ta përmendi se çka është kasidja. Çka do me thonë kaside dhe çfarë është dallimi midis kasides dhe ilahis. Kaside rrjedh nga fjala kasde, që do të thotë me synu, me vendos, me u kthye drejt diçkaje. Janë poezi të cilat janë shkruar në kohën e xahilietit për madhërimin e dashurisë të një femne, të një personaliteti, me përmbajtje dhe mesazhe të ndryshme. Ndër poetët kryesor të cilët kanë qenë dhe i kanë dhënë poetikës arabe të kohës së xahilietit, ka qenë Muhalhil bin Rabia dhe Umrul Qais bin Hujri, që njifen me ato kasidet e tyre dy vargshe, dhe ka kasidet e tyre dhe të tjereve, po këta janë dy kryesorët, të cilët janë shkruar deri në 1102 vargshe. E gjithë historia e tyre është përshkruar nëpërmes kasideve, e kam thënë edhe në vidion e parë. Kemi dy lloje kasideve, kemi kasidet të gjata dhe kemi kasidet të shkurta. E para janë poezi të gjata të plota që e përshkruaj një ngjarje nga të gjitha perspektivat, ndërsa këto të shkurtat janë të njohura vetëm në koncentrimin e një elementi apo një emni pa u zgjeruar. Kasidet, ky Muhalhil bin Rabia el-Talibi, që ka jetuar 150 vjet para pejgamberit alayhi salatu wasalam, thuhet se tala al bedru alejna, të cilën medinasit e këndojnë për pejgamberin ton kur shkon për shpërngulje nga Meka në Medine, është kaside e qëtij Muhalhilit. Një ndër poetet me Umrul Qaisin më të njohur të asaj kohe. Me kalimin e kohës, kasidet fillojnë të marrin një ngjyrim, një përmbajtje, një melos kryesisht islam. Dhe poezit më të bukura, pra, këngët më të bukura, tani po i quajmë kaside, të cilat e përshkruajnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, të ndara pak nga fryma mistike, që njifen si ilahi tekije këndej, edhe ilahi mesgjidije, që kanë krejt frymë mistike. Kasidet janë më të ashpra, më veç me mish e me kac, pa një spiritualitet të fort, por që kanë mesazhe të forta. Pra, dallimi midis kasides edhe ilahis është se kasidet nuk kanë ngjyrime sufiste. Nëse kanë shumë pak, ndërsa ilahit janë të njëjta, të shkruara nga njerëzit,
por që kanë gjyrime sofiste ma shumë, e kasidet rrallë në i kaside këndohet tek ne, dërsa ato të cilat këndohet ilahit të ne. Dhe kjo më bën mua me besue se sikur që tasavvufi që përhapet në Persi dhe në Anadol, ma shumë se tek arabët e gjirit persik, arabët e Kurejshetve aty të Arabia Saudite që njifen me fortësin e tyre të karakterit. Tasavvufi, që ky spiritualizmi përhapet në tokat e Anadolit edhe të Persis ma shumë, për shkak të natyrës së popujve të këtyre zonave, disi të lindur me predispozita për ta pranuar atë frymën mistike ma shumë. Përhapja e qëtyne poezive tek ne, e qëtyne kangve, e qëtyne ilahive, mu më vën me ardhë deri të një konstantim, me një variabël disa përqindshme, se edhe ne pas këshim një si këmbë shqiptarët, një spiritualizëm më të theksuar, sepse na pëlqejnë ilahit ma shumë, jemi në gjendje më unë dhe me kajt. Jemi në gjendje me na mashtruhe ranë me formën e ilahisë, me përdorimin e fese, pra të regon natyren e but të zemrës së një shoqërie apo një geografie tjetër. Salatët, thamë, të kokan qëto, të mëgjitët e ato tjerat. Po shka janë salavatet? Dhe gjani tash, është shumë interesant. Është ajeti Kur'an në orë, inna Allahe wa melaiketehu yusalluna ala nabi, ja ejuhalladhina amenu sallu alejhi wa sallimu teslima. Po thët Allahu gjelle shanuhu se melaqet, Zoti dhe melaqet, Allahu dhe melaqet e ti bin salavat për mbi pejgamberin, o ju të cilët jeni të më dëgjutash, o ju besimtar, edhe ju bini salat për mi pejgamberin, wasallimu teslima, kërkone shpëtimin e ti. Qka do me thonë sala? Qfar nën kupton? Që këja jetë? Një, nën kupton se Allahu i madhrishëm e lavdron pejgamberin në sytë e melaqeve, dhe ju thët melaqeve, që unë e kërë lavdron edhe jo. E dyta, angjëjt në këtë rast janë në kërkim të faljes për pejgamberin, po i thojnë Allahut fale pejgamberin, wasallimu teslima, edhe e treta kuptimi që tja jeti ka, se bekimet, lutjet e besimtarve, janë lutje të njëjta të cilat po bëhen tek Allahu, njëjtë sikur se melaqet, angjëjt e Allahut, për pozicionin, lartësimin e pozicionit dhe për faljen e pejgamberit dhe për bekimin e pejgamberit. Pra një trekanç i lidhur, Allahu, meleket dhe njerëzimi, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam në qendër të këtij rrethi apo të këtij trekançi. Allahu po e bekon, o ju melaqe, edhe ju kërkon e bekimin e ti, edhe ju njerëz kërkon e bekimin, faljen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në bazë të një hadithi që e transmeton Tirmidhiu dhe të tjerët, thëtë pejgamberi, personi më i afërt me mua në ditën e gjykimit është ai i cili më dërgon shumë salavate. Tash, shtrohet një pyetje edhe në kaidin islam, edhe në usul fik, edhe në traditën islame, pra edhe në fik, se a thua që kjo puna sallu, ja juhelladhina amenu, sallu alehi, urdhërorja këto, bini salavat për mi pejgamberin, a është urdhëres vujubije, a është në dëbije? A është e domosdoshme, a është me qef? Shumica e djetarëve thonë se është domosdoshmëri që të bish salavat për mi pejgamberin. Mirë po, çështja është ma e koklaviton tek pyetja se a sa herë dëgjohet emri ti do të bimi salavat? Shumica e djetarëve më të fuqishëm në historinë islame thonë se mjafton, ti ndoshta thuj 100 herë në ditë, mirë është, ma afërje pejgamberit në ditën e kiametit, po, ti je i obliguar së paku një herë në jetën tënde që të bish salavat për mi pejgamberin, apo të thush alayhi salatu wassalam. Mirë po, meq, ka shumë salavat, ka shumë dua, ka shumë sene të cilat nuk janë të pejgamberit, që ne i kimi ditë dhe i dime se janë të pejgamberit, dua të cilat kënohen në namaz, dua të cilat kënohen. Për shembull,
Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema salejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inneke Hamidun Mejid. Shumica e di se kjo është e pejgamberit, pejgamberi e ka thënë, jo, kjo është e Ka'b bin Ujres. Kur e pyesin pejgamberin se çfarë me bëhe salat, teslije thuhet në gjuhën arabe, çfarë me lexue ne salat e salavate në namaz, pejgamberi e pëlqen mendimin e Ka'b bin Ujres. Po është konfigurim dhe përpilim i qëtyre fjalive salavateve që themi te. Allahumme salli ala dhe Allahumme barik, që nifët tek ne, janë fjalë të cilat i ka thënë Ka'b bin Ujre. Pra, janë materiale, pasuri të cilat po i vishen dhe nuk po bie ndesh me 4 burimet bazë të islamit, e në këtë rast me Kur'anin. Pra, islami pranon elemente nga jashtë me kusht që të mos bie në kundërshtim me parimet bazë të islamit. Më pastaj kemi edhe të tjera, për shembull që alayhi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam dhe të ngjashme. Këto nuk janë pejgamberit, këto nuk janë as sahabëve, këto fillojnë të futen në traditën islame, në përdorimin e përditshëm islam në kohën e Harun al-Rashidit. Harun al-Rashidi bile halifja urdhëron që në letrat zyrtare, përveç bismillahit lart, letra zyrtare komunikuese me presidente, me mbretëre, me perandor të atëhershëm, letrat zyrtare të shtetit, përveç bismillahit, të shkruhet Harun al-Rashidi është i këta, që ne kur e ke po kur janë nisur vazeve hoxhallart, bile do edhe në televizor kur janë nisin me bismillah me salavate e çojnë një 2-3 minuta, e që shumë herë bohen të tepërt edhe gjatë recitimit apo gjatë mbajtjes së hutbeve. Kam desh me e bo bile këtë thirrje vllaznore, kolegëve, hoxhallarve, mos i zgatni recitimet shumë në gjuhën arabe në hutbe, sepse këtë piki në dispozicion 10-15 minuta, 20 minuta. Një 10 minuta po t'i marrin parafërsisht recitimet në gjuhën arabe. Shkurtoj e vlla. S'ki kohë aty, mundof sa ma shumë me shpjegue që njerëzit me të kuptue. Dhe tjetra, alayhi salatu wassalam, azza wa jalla sane, mos e përmend Zotin aty, emrin e Zotit 30 herë në një ligjërat 15 minuta. Gjaje mënyrën, modifikoje qashtu, a i thuj ka një herë, i madhreshme sen, sepse rën në veshin e gjematit, ose sallallahu alaihi wasallam, alayhi salatu wassalam, 10 minuta po t'i merr veç arabisht. Çaj është ka po mbetet pastaj, aty po janis me lexue edhe ajetet, kur po janis me lexue ajetet, përmendni vetëm ato pjesë të ajeteve të cilat kanë të bëjnë me temën që po e trajton. Mos e lexoni ajetin prej fillimit deri në fund, në rreshtet 2 gjysfaqe. Gjithsesi, pra është Harun al-Rashidi ai i cili në kohën e tij përpilohen shumë që si salate dhe salavate, dhe ky më pastaj në letrat zyrtare i urdhëron që të mbetet leq ajo që shkruhet alayhi salatu wassalam ose salavat për mi pejgamberin, dhe kjo që shkruhet se sad lam lam mim ose Ain, lam, je, lam, mim, ose sad, le, ain, mim, sallallahu alaihi wasallam. Këto nuk janë as të sahabëve, as të tabiinëve, as të kurkujnë, as më pak të pejgamberit. Këto janë të Harun al-Rashidit dhe ka shumë sene në traditën islame, mos ta teproj tu e përsëriten, ka shumë sene në ata që që quhet kulturë islame e kombëve të ndryshme dhe ata që quhet civilizim islam, ka shumë sene të cilat nuk janë në Kur'an, nuk janë në sunnete, në hadithet e pejgamberit, por që janë pranuar si të mirëqenie, të bekuara dhe formsojnë atë që më pastaj quhet kultur islame në tërsi. Ka shumë sene, po ju tregoj drejt, që ne do të mund t'i kishim shpjeguar këto, ato salavatet pastaj në ezanin e sabahit, e salatu khairu minan nawm në kohën e Omerit, të gjitha këto janë elemente që e pasurojnë natyrisht strukturën kulturore të islamit, por që nuk dohet që të keq përdoren këto. As tek ne këto,
dhe as tek xhamatet e tona në xhamit e tona shqiptare në diasporë dhe sidomos atje. Sepse xhamati atje janë përmallum për neve, për islamin e për janë njerëz të ri të cilët po e njohin islamin e xhallarte, me shku atje me jam ngarkue dhe me i bind se çashto dohet me ilahie, me senet e tjera, unë mendoj se për te të qenurit e pahishme nuk është edhe aq islame. Pra, të mundohemi që të prezentojmë një islam sa më i afërt, sa më i mirë dhe shumë larg gjithasaj që ne personalisht të përfitojmë materialisht apo mbi baza të tjera dhe të tjerët t'i dëmtojmë, t'i mashtrojmë, t'i tradhtojmë në emën të islamit. Këtë nuk e ban as Allahu i madhreshëm e as robi, siç thojnë në Shqipëri. Pra, nëse të gjitha këto lloje të ilahive, mesin e tyre dhe me vludi, ato shkaknohen në muajt e lindjes së pejgamberit, që ato ilahi, që ato poezi që quhen me valide, nëse krejt që to po pranojkan, pse atëherë të largohet vetëm me vludi? Për jashtroj pyetjen juve. Pse të atakohet vetëm me vludi? Sepse me vludi ka qenë një ndër shtyllat, ashtu siç ka qenë, një ndër shtyllat të cilat e kanë ruajtur unitetin kulturor islam tek shqiptarët. Dhe kombit shqiptar, me vetdia apo pa vetdia, unë besoj shumë se 99% është me vetdia, kombit shqiptar që nga vitet e 90-ta ju kanë gjujt prej krejt anëve të botës, mos them krejt bota, prej krejt anëve të botës me ndryshu. Modernistat knej me kulturë perëndimore, këta tjertë me kulturë veriore, këta me lindore, këta me islame, këta me të krishtere, pse cilit tu mënu me shkoq si kur lëkurën e kingjit që ku i gjuhen ujqit. Pra, tendenca e largimit të mevludit ka qenë qëllim keqe dhe është qëllim keqe dhe unë gjithmonë e kam mbrojtën këtë, sepse i kam ditë që to të cilat i spjegova deri më tani. Sepse mevludi është një prej 17 llojeve të poezive, këngëve ilahive, të cilat janë prezente në kulturën islame. Por që të heket kjo, që të pastrohet tereni, e më pastaj unë të vendosna me mezhebin tem, me frymën teme, me ideologjinë teme se unë tash jam këto, jo kultura juve, tradita juve, përpjekjet e juve 5 shekuj në Evropë, në Ballkan, të e mbrojt islamin, të e promovu islamin, ju kur gjës pas një bo. Ju kejt me bidate, me vludin e keni pas bidat. Po ti qfar bidata farza shka është që kjo e jotja tash? Qfar është që kjo ilahi? Ku e kije? Hajtë, thuma argumenti që e lyp një kanjere. Thuj argumenti për Kuranit. Thuj argumenti për Sunnetit. Për haditheve, cili hadith të bëne? Thuje për sahabeve, cili sahabe ka knu ilahi, që do ilahi shka po knu na përdash me dekat e na. Cili tabiain, cili tabiain, pra t'jemi të arsyshëm. Edhe njerë po thëmë, të puna e mevludet. Qëllimi, tendenca e largimit të mevludit ka qenë dhe është qëllim keqe, që të futët diçka nga jashtë. Dhe për fund, pra, të ndryshoj një tradit teme, një kultur teme, një thesar teme, për hir të një tradite, një kulturë, një thesari tjetër, pse? Nëse bie ndesh me Kur'anin, hajde, e hekum, ka në rregull, por nëse nuk bie ndesh, nëse aje ka një, pse mos me pas edhe unë një, nëse aje promovon vetën, pse mos me promovu vetën. Unë nga kjo perspektiv e shikoj edhe ilahien, edhe me vludin, edhe të gjitha këto elemente bazë të cilat e formsojnë atë që quhet kulturë islame dhe këto kultura si tërsi pastaj civilizimin islam. Deri në një temë tjetër, natën e mirë, wassalam.